Në 15 mars 2008, një shpërthim i tmerrshëm me profilin e një kupole bërthamore vrau në Gërdec 26 vet, plagosi rreth 300 të tjerë, shkatroi qindra jetë njerëzish dhe shtëpitë e tyre. Tragjedia e Gërdecit e shkundi prapaskenën e politikës shqiptare. Personazhet të kulisave të saj u ndjen seriozisht të rrezikuar. Vala goditse e Gërdecit, pasi vrau njerëz dhe rënoi disa fshatra, mund të hidhte në erë dhe karrierën e tyre. Të tremburit nuk qenë vetëm politikan dhe qeveritar shqiptar. Të blerë dekada më parë në Kinë nga mbrojtja e Enver Hoxhës, municionet kineze mbaheshin në depot e shumta dhe tunelet e maleve të Shqipërisë. Natyrisht ato mund të tregtoheshin apo shkatroheshin, mund t'i dhuroheshin çdo aleati në luftën kundër terrorit, por nuk mund t'i shiteshin një kompanie kontraktore e ushtrisë amerikane, për faktin e thjeshtë se SBA i kishte vendosur Kinës një embargo për armët, qysh nga shtypja e dhunshme e revoltave në sheshin Tiananmen. Si ishte bërë mundur një gjë e tillë? Edhe sot e kësaj dite një pjesë e mirë e publikut shqiptar nuk e ka kuptuar aferën mafioze të kontrabandës së fishekëve. I ndjeri Andrea Stefani e ka rindërtuar në detaje këtë histori, bazuar në takimet e tij me gazetarët amerikan gjupërfshin, si dhe në materialet nga komisioni hetimor në Kongresin Amerikan. Ai e botoi investigimin e plot në dita dhe në librin e tij Komploti kundër lirisë. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.